Ministria e Drejtësisë së Serbisë tha se dërgesat e dërguara në adresat e shtëpive të qytetarëve nga institucionet e Prishtinës në lidhje me procedurat e supozuara penale nuk u dorëzuan përmes Ministrisë së Drejtësisë dhe as nuk mori pjesë në asnjë mënyrë në këtë. Lidhja mekanizmit të ndihmës së ndërsjellje juridike me këto incidente është e pavërtetë dhe jashtëzakonisht kaqëdashëse me qëllim shkatrimin e ankthit tek qytetarët dhe minimin e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Serbisë. Qytetarët duhet të dinë se nuk janë të detyruar të trajtojnë thirrjet e tilla si akte të vlefshme dhe se mund të kontaktojnë autoritetet shtetërore kompetente në çdo kohë për informacion dhe udhëzim, shtesë thuhet në deklaratë. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se është e nevojshme që hetimet dhe gjykimet për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë të shfitojnë vrull dhe dinamik në seancën e qeverisë. Ai u referua arrestimit të 5 ish pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë me 14 qershor, të dyshuar për përfshirjen në rastin e Reçakut duke lavdëruar punën e institucioneve në kryerjen e hetimeve. Sipas Kurtit, arrestimet u kryen pas një hetimi 6 mujor dhe fakti që për vite me radhë nuk pati përpjekjet e mjaftueshme për të zgjidhur këtë rast mbetet shqetësues. Avokati Dragan Pashić thotë se është e qartë se institucionet gjyqësore në Kosovë duhen të rishikojnë historinë dhe se ndër të tjera çështja e Reçakut po ngritet përsëri. Tani ekziston qëllimi për të ndjekur penalisht të gjithë ata që morën pjesë në një aksion të armatosur legjitim kundër të ashtu quajturës UÇK, thot Pashić, dhe kujton se aksioni në Reçak ishte legjitim dhe se vëzhguesit ndërkombëtar ishin informuar paraprakisht për të. Pashić vëren se hetimi ndër të tjera bazohet në artikuj dhe raportime mediatike, si dhe se nuk ka prova të forta materiale. Historioni Aleksandar Guxhić thekson se 3 dekada elitat politike në Kosovë kanë ndërtuar qëndrimin e tyre mbi narrativin e luftës heroike të UÇK-s dhe viktimeve eksplozive shqiptare. Kjo është arsyeja pse, si shpjegon ai, është mjaft e kuptueshme pse Reçaku po fiton forcën pikërisht tani kur po afrohet fundi i gjyqit të udhëheqësve politik të UÇK-s. Kjo është arsyeja pse ata tani po fillojnë procesin gjyqësor për Reçakun, edhe pse Tribunali i Hagës hoqi dorë nga ajo çështje në procedurat kundër udhëheqjes ushtarake dhe politike, thot Guxhić, dhe shton se gjyqi kundër Slobodan Miloševićit, Tribunali i Hagës përfundimisht hoqi dorë nga çështja e Reçakut. Gazetari Miloš Garić thotë se historia e gjenocidit e supozuar kundër shqiptarëve në Kosovë ka qenë aktuale praktikisht nga momenti kur Hashim Thaçi dhe komandantët e tjerë të UÇK-s u transferuan në Hagë në fund të vitit 2020 dhe se ditët e fundit tema është intensifikuar dhe është bërë përsëri aktuale, ndoshta për shkak të faktit se pritet akvendimi për Hashim Thaçin dhe komandantët tjerë të UÇK-s. Garić theksoi se që nga momenti kur ish udhëheqësit e UÇK-s u transferuan në Hagë, Albin Kurti mori pushtetin në Prishtinë dhe pothuajse njëkohësisht filloi historinë për hetimet e gjenocidit e supozuar kundër shqiptarëve, si edhe për hetimet që gjykata e Kosovës duhet të zhvillojë rreth kërkimeve të supozuara krimeve serbe. Shoqata familjeve të personave të rrëmbyer dhe të zhdukur në Kosovë mbajti një konferencë për shtyp kushtuar punonjëse mjekësor të zhdukur në Kosovë në vitet 98-99. Kryetaria e shoqatës, Verica Tomanović, theksoi se rreth 250.000 njerëz u dëbuan nga Kosova pavarësisht pranisë e një numri të madh të pjesëtarëve të KFOR-it dhe veçanërisht tërhoqi vëmendjen te profesori Dr. Andria Tomanović, i cili u rrëmbye nga vendi i tij i punës në Prishtinë me 24 qershor të vitit 1999. Kryetari i Komisionit për Personat e Zhdukur të Qeverisë së Serbisë, Veljko Odalović, tha se autoritetet në Prishtinë nuk po bashkëpunojnë me Beogradin në çështjen e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur dhe se bashkia ndërkombëtare gjithashtu nuk është e përfshirë mjaftueshëm në këtë çështje. Ne nuk po heqim dorë nga kërkesa që këto procese të kthehen në mënyrën e përcaktuar nga dokumentet ndërkombëtare, tha Odalović.
Moti nesër do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë pas ditë zhvillimi i vranësirave në disa vende me paraqitje të rrallë të shirave me bubullima kryesisht në zonat kudrinore dhe malore do të fryjë erë lehtë deri mesatare veriore dhe veri perëndimore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 14 deri në 20 kurse ajo maksimale ditore nga 31 deri në 35 gradë Celsius.